Një ditë e zakonshme korriku 2025 u shndrua në makt për 63 vjeçaren Fatmira Sejrani. E diagnostikuar me astmë bronkiale në formën e rëndë, ajo përjetoi vështirësi të jashtëzakonshme për të marrë frymë, kur fusha e mbetjeve pranë inceneratorit të qytetit të përfshi nga flakët dhe një re e dendur tymi toksik mbuloi lagjen ku ajo jeton. Ato ditë kur unë doj gjykmbetjet urbane në qytetin e Elbasanit, unë u bëra shumë keq dhe e përdorja pompë për në atë javë kam përdorur nga 6 herë në ditë, se nuk mushesha dot me frymë. Mirë se bëja pompën, po dhe tensioni më hypte nga pompa që bëja, më hypte tensioni 20. E shqetësuar për shëndetin e saj, Fatmira ju drejtua gjykatës së Elbasanit, duke paditur bashkinë dhe kompaninë që menaxhon landfillin dhe inceneratorin Eko-Elb. 4 muaj pas depozitimit të padisë, gjykata shpalli mos kompetencën dhe çështja u referua pranë gjykatës administrative në Tiranë. Avokati i saj shpjegon se kjo është padia e parë civile në vend ku një qytetar kërkon të drejtën nga pasojat e dëmeve mjedisore. Në këtë prizmë ne u munduam bashkë me Fatmirën për t'u drejtuar gjykatës, të jetë një rast i parë precedent për t'i dhënë ndoshta shpresë edhe qytetarëve të tjerë të cilët kanë probleme të njëjta. Fatmira nuk është e vetme banore e zonës që përballet me sëmundje respiratore si pasojë e niveleve të larta të ndotis të shkaktuara nga zjarret të shpeshta në landfillin e Elbasanit. Rushdia Fraholli thotë se toka dhe ajri janë helmuar dhe jetesa është bërë e pamundur. Kemi ardhur nga fshatat e Korçës për një jetë më të mirë këtu në Elbasan. Në Katundin e ri, mirë po këtu gjetëm ajrin në ndotur, që është shumë problematik për kalamajnë dhe për e të moshuarit se të gjithë jemi me tensione, me zemra, po nuk di më ku të drejtohemi dhe ku të ankohemi. Kemi drejtuar dhe kryeministrit shumë herë dhe ai shumë herë ka thënë që do ta bëj zonë të bukur, por ai s'po bën akoma asnjë gjë. Fusha e mbetjeve pranë inceneratorit të fikur u përfship nga flakët për të disatën herë mes ditën e një korriku 2025. Mira banor jetuan për më shumë se një javë në panik, ndërsa flakët përparonin me shpejtësi. Mund ka qenë 10 edhe më shumë fish se sa i lejuari. Më shumë se 10 fish. Si arrini në këtë përfundim? Katastrofë. Si arrini? Sepse unë kam bërë matje, kam kaq vjetë ashtu. S'ka nevojë të bësh matje ato. Ne shikojmë tani edhe me hundë e kuptojnë se sa është e ulët, është mesatare apo është katastrofike. Edhe këtu në raste të tilla është katastrofë dhe katastrofa është mbi 10 fish. Pavarësisht ndërhyrjes, institucionet nuk kishin asnjë plan të qartë për mbrojtjen e qytetarëve. As Inspektoriati i Mjedisit, as Drejtoria Rajonale dhe as Agjencia Kombëtare e Mjedisit nuk publikuan raport mbi ndotjen. Kështu s'ka nevojë të lodhin mendjen e të harxojnë para. Ata po deshin të marrin të dhëna eksakte me përqindje, që të vendosin në gjaqe ose të bëjnë ato, që edhe ajo nuk bëhet fare mirë, sepse bëhet një herë në 3 muaj dhe ajo thret privatin në kohën kur i ka marrë masa të gjitha që atje s'ka ndotje fare dhe bën ndotje në ajër. Pa ai nuk bën asnjëherë matje të ndotjes në tokë, asnjëherë matje në ujë. Kush i bën ato? Si bëjnë fare? Vetëm një javë pas zjarrit, ministri i mbrojtjes, Piro Vengu, deklaroi se matjet treguan nivel të lartë dioksidi karboni vetëm brenda landfillit dhe jo në zonat e banuara. Për sa i përket elementeve të gazrave të pranishëm, dhe këtu kryesisht kemi pasur dioksid karboni, patjetër i dëmshëm në masa të mëdha dhe më shumë i dëmshëm, siç e theksova edhe në fundit, është për personelin të ekspozuar aty. Për sa i përket elementeve të tjerë toksologjik, na rezulton që në zonat urbane dhe në zonat përreth nuk ka pasur element shqetësimi, të paktën kjo është analiza jonë. Por matjet e pavarura të organizatës Koplan treguan nivele alarmante të gazrave të dëmshëm dhe grincave të imtave, shumë fish mbi normat e Bashkimit Evropian, duke rrezikuar sidomos personat me sëmundje kronike respiratore. Sipas ekspertëve, zjarret pranë vendgrumbullimeve të mbetjeve urbane janë të rrezikshme, sepse ndotin një herësh ajrin, mjedisin dhe ujërat nëntoksor. Ahmet Mehmeti thekson se niveli i ndotjes në këtë zona është shumë fish mbi nivelet e lejuara. Nga djegja e mbetjeve atje rezultojnë që të ketë edhe rrjedhje nëpërmjet lëngjeve që hynë ujërat nëntoksor ose derdhen direkt në shkumbin e prej andej prekin fushat ku përdoret ujë për ujitje. Dhe duke shkuar nëpër fusha, nëpër ara, atje ndoten edhe bimët, kështu që edhe frutat e tyre, zarzavatet e gjitha ato që kalojnë në ushqimin e njerëzve, nëpërmjet ushqimit kalojnë në
të gjitha indet e organizmit dhe pasojat e tyre janë nga më të rëndat. Përveç rrezikut shëndetësor, toka dhe uji ndotur kërcënojnë zinxhirin ushqimor. Tregjet ndërkombëtare refuzojnë produktet bujqësore, turizmi kulturor dëmtohet dhe Elbasani është bërë një hotspot për ndotje. Po, kur bëhet fjalë pasaj që aty në këto lëngje edhe në këto rrjedhje ka metale të rënda, siç janë kromi, nikeli, bakri, plumbi, kadmiumi, sidomos këto 5 elemente metalesh të rënda, nëpërmjet pluskimit të rrjedhjes që shkojnë deri ke ushqimet e njerëzve, po edhe të kafshëve, sepse ato nëpërmjet ushqimit kthehen në produkte blegtorale, mishi, qumshti, në produktet e qumshtit. Të gjitha këto kalojnë, siç e thash, në shëndetin e njeriut, në trupin e njeriut, dhe pasojat janë të rënda. Po prish punë edhe për banorët, që janë rreth 2 milioni banorë që preken nga kjo. Pavarësisht paralajmërimeve, institucionet lokale nuk reaguan për vite me radhë. Vetëm pas zjarrit masiv të një korriku 2025, Prokuria e Elbasanit regjistroi procedimin penal për shpërdorim detyre dhe ndotje të mjedisit. Episodet e zjarreve janë bërë rutinë. Hetimet pas ngjarjeve të viteve 2023, 2024 dhe 2025 filluan për shkatërim prone me zjarr dhe ndotje të ajrit, më pas u zgjeruan për shpërdorim detyre dhe korrupsion pasiv. Kontrollet e kryera nga policia 3 javë pas zjarrit përfshin administrator dhe drejtor të Ekoelb dhe bashkive përkatëse. Megjithatë, asnjë përgjegjës konkret nuk u identifikua. Këtyre operatorëve që janë në zonën industriale duhet kërkuar më shumë që të zbatojnë ligjin, asgjë më shumë, të vendosin filtrat, të marrin masat për ato dekantimin e metaleve të rënda, për të quar ato atje ku duhet, për të groposur larg qendrave të banuara, larg ndikimit në ujërat nëntoksore, në ujërat e rrjedhshme e të tjera. Më 26 maj 2025, Këshilli Bashkiak rriti tarifën për mbetjet, po incineratori i ndërtuar për të reduktuar ndotjen dhe prodhuar energji është në remont dhe nuk funksionon. Qeveria e prezantoi impjantin në vitin 2015 si zgjidhje për mbetjet urbane dhe burim energjie me kapacitet 17.250 MW për orë në vit dhe investim për 26 milion euro. Sot, 10 vite më vonë, në Elbasan është po e njëjta emergjencë mjedisore. Mjetet e rënda vijojnë të transportojnë tonelata mbetjesh drejt landfillit. Me sy të lirë, dallohet se zjarri i datës një korrik e ka ulur përkohësisht volumin e pirgut të mbetjeve, por është e pashmangshme që ai mal të mos rritet sërish dhe askush nuk jep garanci se nuk do të ndodhë një tjetër zjarr.